Mi mbrëma në podcast Ngjyra me Syçin nga unë Ilir Demalia. Sot do të diskutojmë sigurisht rreth zgjedhjeve, rezultatit thellë që ka marrë Partia Socialiste, gjë që ishte e parashikuar nga pollet që ishin bërë para zgjedhjeve, që do të ishte fituese, po jo deri në këtë pikë. Ç'ka ndodhur, pse ka ndodhur dhe ku do të shkojmë nga këtu, do të diskutojmë sonte me një nga analistët më të mirë, mund të them, të vendit, me zotin Arben Andoni. Zoti Andoni, mirë se keni ardhur. Përshëndetje dhe kënaqësi në podcastin tuaj. Kemi qenë të dy në debate, po tash jemi në pozicion që do të jemi qetë. Megjithëse me ju kurrë s'ka bërë debat se kemi më shumë dakordsi se mos dakordsi. Jo, besoj që ju keni një sens konstruktivizmi edhe ke pjesa e debatit. Do dëshiroj edhe të debatoni qetësisht. Patjetër. Me njerëz qetë unë jam gjithmonë i qetë. Zoti Andoni, a e parashikoni këtë rezultat që parashikoi fitoria e Partisë Socialiste, kjo tashmë ishte e qartë. Dhe kjo fitore mas një mandati të tretë që shkon për mandatin e katërt dhe thellohet rezultati, nuk është një gjë e zakonshme. Çka ka ndodhur? Në mënyrë simbolike, Partia Socialiste kaloi mandatin e tretë, mandatin që logjikisht i binte që të jepte jashtëzakonisht llogari para elektoratit shqiptar. Kuptohet zoti Rama e kaloi me vështirësi, por mandatin e katërt e ka kaluar për inercinë e mandatit të tretë me një rezultat që ju e thatë me të drejtë, gati të paparashikueshëm. Megjithatë, ai çuditërisht me mekanizmin zgjedhor, Partia Socialiste ka ngelur është një makineri elektorale që punon gati si orës viseriane, pa çka që njerëzit mundohen të fusen dhe konotacione negative dhe tjera, që në disa momente unë besoj që kanë edhe të drejtë, por në demokraci ti duhet fitosh. Pastaj se ç'bëhet është gjë tjetër. Dhe duke ardhur tek ju, ky rezultat për socialistët ka qenë shumë i pritur. Për një grup i cili merrej mirëfillim me zgjedhjet, për pjesën tjetër nuk besoj që do shkonte mbi 75 vota. Ka pasur një konsumim shumë të madh të Partisë Socialiste. Një pjesë e emisarëve të saj kuptohet që nuk ishin të gradave të larta, përveç zotit Veliaj, që është në rishtin e parë të njerëzve të Partisë Socialiste, dhe zotit Ahmetaj, që për fatin e tij të keq luajti jashtëzakonisht keq e para për staturën e vet, por edhe për atë që ai donte të tregonte. E keni fjalën për zotin Ahmetaj? Për zotin Ahmetaj. Dhe ai në vend që ta bënte pis nëpërmjet deklaratave të tij Partinë Socialiste, më shumë e bëri të pabesueshëm të gjithë narracionin e tij. Në këtë sens, zoti Rama duket që është një strateg për zgjedhje. Unë vetëm duhet që ta kritikoj shpesh, ndoshta për atë sens që të gjithë duam që demokracia shqiptare të jetë e mirë, të përmirësohet. Por për fatin e keq, ajo po ecën shumë ngadalë. Ndoshta faktori politik, elitat tek ne, që unë mendoj që akoma nuk janë të pjekura, dhe më vjen mirë shumë herë ju e ngrini zërin realisht, sidomos për pjesën e trashëgimisë, lën jashtëzakonisht shumë për dëshiruar. Dhe diçka tjetër, Ilir, më falni që po e marr kohë shumë. Jo, vazhdo. Pjesa e mendimit politik shqiptar në anën filozofike lë shumë për dëshiruar. Pse? Të jesh pranë një vendi si Greqia, me kanone demokratike të jashtëzakonshme, për sa i përket antikitetit e bazave, përballë Italisë, një vend me mendimtar të mëdhenj, po të jesh në Europë, ku mendimi gjerman është një mendim elitar, dhe ti mos të reagosh kaq shumë. Për shembull, elitat universitare këne, elitat e fushave të ndryshme lën shumë për dëshiruar, për të përballë gjërat e vendit. Dhe në këtë sens, dua të them, këto akoma janë të paprigatitur për zhvillimin e vendit tonë. Zoti Rama, jo vetëm e nuhati këtë, jo vetëm e administroi çdo gjë, madje dhe minuset e tij ai kthen në pluse, por nga ana tjetër arriti që këtë makineri ta motivonte. Zoti Berisha, nga ana tjetër, u duk sikur motivoi, po me çfarë shikoj personalisht, ai ka ç'motivuar.
E para nëpërmjet modelit të berishizmit, që e vetmja gjë që kur mendoja sot ishte që ai të paktën Berisha ka lënë një koncept që është berishizmi në filozofinë politike shqiptare, që duhet të jetë diçka që nuk duhet përsëritet. Megjithatë ai vazhdon. Disa orë para intervistës me ju, ai përsëri ka treguar që fal berishizmit, dhe në këtë rast ai është pjellë e berishizmit vetë si individ, ai nuk do të ndryshojë. Dhe po merr peng një pjesë të madhe që këtu do doja ndihmën tuaj, nuk e di pse vazhdojnë që ta ndjekin në mënyrë të verbër. Zoti Andoni, ju preket një temë që unë e kam shumë për qejf, puna e elitave, që nuk du të zgjas shumë se do të jetë bisedë tjetër se duhet trajtuar. Puna e elitave. Ju thatë që nuk janë lartësinë e duhur. Kurse unë do të thoja që ne, edhe në historinë tonë të Shqipërisë, përpos një elite të rilindjes dhe një elite të viteve 30 që ishte kualitative, dhe po të krahasojmë parlamentin me 24 me sot është një lllatari, ku jemi, gjendja ku jemi bjerë, kur mendojmë që kishim Gurakuqin, Fishtën, Nolin, personalitetet të letrave, të artit, të filozofisë, të ekonomisë, njërën tjetër. Pra, unë mendoj që me ardhjen e regjimit komunist, elitat kanë qenë shërbim të keqes dhe kanë kontribuar më shumë për interesin e tyre personal, se sa për interesin e shoqërisë dhe për zhvillimin e vendit. Dhe unë nuk di një vend perëndimor, një vend zhvilluar, një vend me një demokraci të konsoliduar që të ketë njerëz të tillë dhe të quhen elita e vendit. Sepse unë nuk mendoj që Ben Andoni është elit për librat që ka mbaruar, për shkollën që ka mbaruar. Ben Andoni është elit për kontributin që jep në shoqëri, për mendimin kritik, për opozitën që i krijon me qeverinë që është një keqe e domosdoshme. Pra, realisht, a kemi krijuar një elitë dhe a ka shërby kjo elitë, se do të ishim në pozicion ndryshe? Nëse do më lejoni, para disa ditëve kam botuar diçka, kam bërë një studim për epistolarët shqiptar dhe mënyrën se si kanë formësuar ato mendimin shqiptar, dhe kam marrë një kampion për 1400 letrash origjinale, kuptohet në imazh grafik, të mendimtarëve shqiptar nga fundi shekullit të 19 deri në luftën e dytë botërore, që ju e preket me drejt. Ka një gjë interesante që vjen si vimësi deri tani. E para është mosbesimi shumë i madh që individi shqiptar ka ndaj njëri tjetrit. E dyta, problematikën shumë të madhe që kanë për sa i përket përballjes së drejtë. Do çuditeni, në një nga letrat që është nga më të rëndësishme të kulturës tonë, është një letër e Konstantin Kristoforidit në fund të shekullit të 19 që ja dërgon Nachos në Rumani, ka qenë njeriu që drejtonte komunitetin shqiptar. Dhe dini çfarë? Konstantin Kristoforidi kishte mbledhur për 20 vjet, në atë kohë ju e dini, distancat gjeografike ishin shumë më të mëdha se sa sot, sepse transportet e tjera të linin shumë për dëshiruar. Dhe shqiptarët e Rumanisë kishin mbledhur një fond që ai të bënte një fjalor. Kuptoni, jemi përpara kohës fjalorit dhe alfabetit shqip që është në 1908. Para Kongresit Manastirit. Para Kongresit Manastirit. 1908. Dhe shqiptarët e Rumanisë, ata që ja kishin marrë, që ja kishin krijuar të fond, ata ja marrin parat dhe hedhin poshtë një punë që Kristoforidi e kishte bërë për shumë kohësh. E çuditshme më vonë përballjet e shumë prej këtyre individëve, Luiz Gurakuqit me Kornicën, disa prej këtyre, por atëherë ka pas një parim të madh, dhe parimi ka qenë Shqipëria, që do të thotë ti kishe përballë lakmusin ku provoje dinjitetin, do të thënë çdo gjë të mirë që bëhe për Shqipërinë, atëherë vërtet ti shumëzohesh pozitivisht. Andon Zagoçajupi e has vazhdimisht këtë.
më vjen shumë mirë që u prekët vitet 30, është viti që ndan mendimin politik, sepse në këtë moment ngrihet ajo që ne dëshirojmë. Ka momentume ku shqiptarët rrajnë mendimet e tyre dhe është shumë interesant zoti Demalia, grupi në Tiranë i cili kryesisht mblidhet në 3 qendra, në Kafe Kursal, në Berlinin e dikurshëm ku ka qenë Beza, mos gaboj, ke Venecia diçka më larg, që është tani drejt bulevardit, dhe një mjedis tjetër rrinin mendime duke u përplasur. Dhe kjo është koha e Branko Merxhanit, një mendimtar i cili edhe shqipe nuk e fliste mirë, po që ishte njëri jashtëzakonisht i pastër dhe me një penë shumë të kujtesshme. Në Shkodër këta i përballnin pjesa e cila kishte lidhje edhe me klerin dhe me tjerët. Dhe vim pastaj me të drejtën atë që ju thoni me komunizëm. Ajo që ndaj me ju është që një pjesë e shqiptarëve që mbijetuan nga lufta e dytë botërore, dhe këtu duhet të fus profesor Çaben, ju e dini që profesor Çaben, Petro Markon, po Petro në disa momente i duhet të përplaset në situata shumë të rënda. Ku gati del nga vetja e tij. Ndoshta po të më lejonin ndonjëherë t'ju flas për vitet 30 do ishte gjë e mirë. Patjetër. Dhe profesor Çabej ka pasur përplasje deri me Enver Hoxhën. Madje është një foto ikonike kur ai ja bën me dorën Enver Hoxhës. Mos, kjo jo, sepse ai Enveri kërkon të ndërhyjë në pjesën e gjusisë historike. Po këta janë pak. Është një pjesë inxhinierësh të cilët punojnë dhe nëpërmjet punës harrojnë atë që edhe duhet përshtaten për regjimin. Ke një pjesë të njerëzve të arkeologjisë, por fatkeqësia e tyre është që regjimi arrini vendos përballë njëri tjetrit. Dhe kjo e bjerr atë mendimin. Mbas viteve 90 ne pritëm që shqiptari të çlirohesh për kësaj, po duket që ke pjesa jonë antropologjisë politike pas ka shumë probleme. E para dinjiteti, e dyta shikimi i realitetit. Dhe kjo po na ndodhe deri orët e fundit. Zoti Berisha nuk e shikon me realitetin. Ja. Edhe për ta mbyllur se të flasim patjetër kjo temë shumë interesante dhe unë kam shumë për qejf. Problemi është që edhe tjetra është, ju e thatë në një farë mënyrë që vetë shoqëria jonë dhe pastaj që reflektohet dhe në atë që quhen elita, mendoj që ne në radhë parë nuk, sidomos mas viteve 90, ne nuk bëm një katarsis dhe një ballafaqim të hapët me njëri tjetrin. Pra, ne në 90-ëm gënyem u shfaqen si antikomunistë ato që i kishin shërbyer më keq regjimit, dhe ish bashkëpunëtor të sigurimit, dhe kjo u mbulua, biles këta u përdorën, dhe këta pastaj morën gjithë kontrollin e medias, politikës dhe gjithë të kështu si. Prandaj janë këtë gjendje sot, se nuk janë çliruar, njeriu nuk ka unë do të përmend një thënie të Jim Morrison. Vjen mirë. Që thot njeriu është i lirë vetëm kur hek frikën. Ashtu është. Pra, këto kanë frikën se mos i qisin dosjet, këto kanë frikën se mos i qisin bashkëpunimin me regjimin, në anën tjetër domethënë kemi një falsitet shoqëror që vazhdon dhe sot. Ne nuk jemi defekti më i madh i shoqërisë son, ne nuk jemi të sinqertë me njëri tjetrin për një marrëdhënie publike dhe shoqërore. Se nuk po them marrëdhëniet private, pastaj ç'bën njeriu. Për marrëdhëniet, biles duhet filloj që ka marrëdhënie private. Pra, problemi ku nuk je i sinqert, që unë qëndroj këtu, që qëndron këtu, dhe unë me Arben Andonin mund të kem divergjenca, po ulem dhe pi kafe. Dhe ne kjam me arrit në një falsitet që është bën e veri sot, komunist, antikomunist mas 35 vjetësh që do të ishe konsumu me kohë. Qartë. Dhe si shvim ke ajo pastaj që del ky Alizoti dhe thot do t'ju ham gjallë. Dhe ja, ku është ky pse s'del që t'i haj gjallë? Që ka një rezultat katastrofë, e përmenda dhe sot mjes diku, që jam atë rezultat, ai normalisht duhet dorëzoj mandatin e deputetit. Unë nuk besoj që ai mund ta dorëzojë para që absolutisht, ai për këtë e bëri gjithë. Po nuk kanë një gjë. Njeriu mund të bëjë dhe gabime, por duhet ketë një raport vërtet me vetveten. Kur ti nuk ke një raport vërtet me vetveten për ta mbëllë këtë, kur ai thotë që unë jam antikomunist, unë jam sovranist, dhe i shërben një njeriu që ka qenë komunist 27 vjeç dhe nuk ka ndryshuar mendimin e tij, politik edhe sot, dhe një njeriu që thotë jam sovranist dhe shkon e krijon gjithë atë problem Shqipërisë me Belerin e tjera me detin e me këtë,
Si mund ta besojmë këtë njeri? Dhe pastaj mburrja me biografit, pastaj është një gjë që katastrofë, njeriu ka integritetin e vet. Ti je Arben Andoni, sepse Arben Andoni as nuk du me ditë se çka bo baba jot, si ka qenë baba jot, kush ka qenë baba jot. Njeriu që merr biografi tregoj që nuk ka gjë vet, nuk ka kriju personalitetin e vet. Biles lufta, më fal që e zgjata, lufta e brezave, vrasja e atit është një nga gjërat më të bukura që ka bërë paktën një pjesë, se ne njihemi në lagje, kemi qenë një pjesë e generacionit ton. Ne vram atin fillim, mrena në shtëpi. Do t'ju them diçka që besoj ju e keni prekur, e keni ndjerë, sepse të paktën ne të dy kemi lindur në këtë qytet e na dhëm tashmë gjithçka që po bëhet në këtë qytet. Desidenca e vërtet është desidenca e qytetarit shqiptar dhe mënyra se si sot u manipulua një nga gjërat më të mëdha të tranzicionit të mendimit shqiptar. Mendimi është shumë i pjekur, po mendimi vyer. Dhe kur ti shikon që edhe këtë momentum shumë të madh të Tiranës, kur them të Tiranës e them si simbolik antropologjike, sociale, të njerëzve që sakrifikuan, të njerëzve që qoftë edhe në atë humorin, në atë gjysmë të folurën, i paraprin kësaj kohe, të vjen vërtet keq. Qytetaria, beni kjo është bisedë që ne se jemi në zgjedhje, kjo është bisedë që ne do ta diskutojmë, se ti që e kemi diskutuar gjatë, do ta diskutojmë fundi a fundit, jo për gara, po për problemi që ne të kuptojmë çka ndodh që mos na ndodhi më. Kjo ishte mirë në qoftë se ne do ishim popull filozof, për këtu ndajme ju. Ne nuk kemi popull filozof dhe jemi të dënuar të përsërisim. Ne do bëjmë aq sa mundemi dhe për të qenë qetë me veten. Tani, Berisha sot deklaroi që ai nuk do të njohë zgjedhjet, do të bëj protestë me datë 16. Nuk do të bëj këtë, do të bëj atë si ai, gjua e tij që është përdor gjatë gjithë këtij 30 vjeçari. Me këtë gjuhë ai nuk ka pas rezultat. Çfarë mendoni ju, ku do të shkojë ai dhe ku do të shkojë kjo parti me këtë gjuhë, me këtë sjellje që nuk ta pranoi as Europa, sa i thot nuk do t'i pranoj, nesër do shkojë të hyjë në parlament si Çeço, se e provon që dolën nga parlamenti dhe de facto do t'i pranoj. Domethënë, ky njeri që për mendimin tim është në natyrën e tij, po është në një desekuilibër mendor total. Po. A ka njerëz kjo parti? Dhe si do shkoj halli kësaj partie? Nuk është halli kësaj partie. Po çfarë do të ndodhi për t'ju përball këtij pushteti me një opozitë reale? Qartë. T'ju them një element. Unë personalisht e pash pozitivisht dalën e Berishës. Mua më pëlqen Berisha në groteskun e tij. Pse? Kjo është lajm. M'pëlqen Berisha në groteskun e këtij. Pse? Boje lajm këtë. Pse? Duhet priste sot deklaratat përfundimtare të një pjesë të institucioneve tuaja. Raporti i parë i OSBE-Odierit është lakmusi i parë i zgjedhjeve dhe ne pam, vërtet ka pas probleme për shkak të polarizimit politik, por zgjedhjet kishin standard. Ka një avancim të punës të KQZ-s. Ne nuk dim të bëjmë zgjedhje, po KQZ-ja ka filluar të përmirësohet dhe në këto zgjedhje tregoi profesionalizëm. Para pak orësh ka dalë zonja Kajas, është personaliteti tash i cili merret realisht me Bashkimin Evropian, është figura kryesore mbas njeriu që drejton Bashkimin Evropian. Zonja Kos gjithashtu foli për zgjedhjet, që do të thotë standardet janë të mira, por duhen parë me kujdes element të tjerë. Për Shqipërinë është gjë e madhe në momentet që kjo po futet. Pse e thashte? Ju thatë diçka me shumë sens, duke përdorur logjikën pragmatike. Duhet të presësh normalisht se si shikojnë instancat që i certifikojnë zgjedhjet, pastaj ti ngri narracionin tënd. Zoti Berisha jo vetëm që nuk i priti, jo vetëm që tregon që nuk i njeh institucionet që janë mbi ne, por mbi të gjitha është i paqartë për rrugën që po bën Shqipëria. Dhe në këtë sens unë e quaj grotesk edhe për diçka tjetër, sepse ne të gjithë e dinim që zoti Berisha, edhe sikur t'i fitonte këto zgjedhje,
Rama patjetër ishte njeriu që do e bënte samitin sepse ka pjesën e qeverisë së tranzitit. Ai patjetër do bënte protestë. Po zoti Berisha nuk kupton që protesta në demokraci është vlerë. Ai e provoi dhe pa kohë më parë dhe zoti Rama përfitoi për të thënë po është demokraci, ka të drejtë të protestojë. Dhe ne të dy dim shumë mirë që protesta në një datë të tillë është marketing politik dhe këtu zoti Berisha është i zgjuar dhe sot po ta ndiqim dhe kujdes bëri dhe diçka tjetër. Protesta do jetë e qetha, sepse ne të dy dim shumë mirë që do jetë madhështi në këtë rast për zotin Berisha, këtë po përdor me thonjza. Në qoftë se ai do mobilizoj njerëz, se çfarë do u thuash me njerëz. Pra, po bën një protest, po i shërben Ramës përsëri në mënyrën më të pamenduar. Prandaj thash, edhe në këtë moment ai është grotesk. Dhe mua më vjen keq, ju prapë thatë me shumë zgjuarsi që po mirë si nuk ka njeri që t'i flasi. Sepse gjëja më e mirë do ishte që të mbante një lloj distance, të thoshte që t'i flasi ai duhet dëgjoj dhe që t'i flasin ai duhet ketë njerëz që të dinë. Ai as nuk dëgjon dhe ai nuk ka njerëz që dinë aty në atë parti. Por ai a mendoni ju se kjo parti me këtë mënyrë sjellje, me këtë mënyrë veprimi, po shkon drejt rrënimit dhe unë mendoj që kjo parti nuk mund të ringrihet, të ringjallet se për mua kjo parti e ka fillu rrugën keq qënkrimin e saj, që është një analizë vete që mund ta bëjmë herë tjetër. Domethënë, mënyra si u krijues nga vishin, mënyra që kur nuk ajo që thatë ju nuk pat civilitet në funksionimin e saj. Pra, një parti klanore, bajraktariste. Edhe vetë natyra Berishës. Por, koha po ndryshon, brezi i ri nuk do me ditë më komunizmi antikomunizmi. Brezi i ri nuk mund pranoj më këtë mënyrë sjellje, se unë shoh djemtë të ri 20-30 vjeçar këtu kanë mënyrë dhe ti e shef dhe me indiferencën. Shqipëria ka 100 probleme, 1000 po deshe. Por problemi është që procesi mendoj unë po hecën, i ngadalt, siç sa dhe ju, por njerëzit e kanë pranu dhe bashkë me të metat, me defektet, do të heci, rëndësi ka që të heci dhe këta tashi është, ta themi, sillen në mënyrë më qytetare. Rama po i ignoron fare këtë, s'ka dalë akoma, po e lën që të bëhet për ditë më shumë grotesk, siç thatë ju. Tashi çdo të ndodhi nuk është halli Berishës më, edhe i Flamur Nokës, edhe i Albana Vokshit, e ku ta diun që janë aty. Problemi është çdo të ndodhi me opozitën, sepse një pozitë që ka një fushë të hapët, është në natyrën njerëzore që bëhet arrogante, bëhet prepotente, bëhet ka marrë element të tillë në fakt, sepse unë shikoj zëvendës kryeministrën, ka një lloj arrogance që është e papranueshme. Ne dim shumë mirë që veprat që bëhen në Shqipëri janë pjesë e kontributeve që ne kemi. Dhe për shembull, po ta shikosh zonjën Balluku del si protagoniste që është kjo. Dikur e bënte zoti Meta që ecte vetëm në një rrugë bosh, që tregonte që rrugën e ka bërë. Dhe këto janë imitime realisht të antropologjisë totalitare. Komuniste. Totalitare. Kështu ka bëu Duçi, kështu ka bëu Hitleri. Po, rrugë të qera, ai ecte vetëm dhe e para rruga, mendimin tim këto nuk kam se mburrë, se rruga është detyrim. Është detyrim, ti para punë zgjedh atë punë do bësh dhe nuk është dakord, është zgjedhjet që po domethënë kjo që ti vjen si triumf i tyre është autoritarizëm. Kemi një problem të madh tani, problemin e sistemet që zoti Rama fal Berishës po e mban në këmbë. Ky sistem zgjedhor, proporcional, rajonal, ka filluar të sjellë shumë probleme. E para, nuk ka përfaqësim dot të forcave politike të re alternative. Në mendimin tim, ndoshta këtu mund ndahemi. Unë mendoj kjo Parti Socialiste me gjithë fuqinë e saj të paimagjinueshme e ka mbyllur misionin e vet, e para që ka bërë transformime jo shumë të mëdha nga Partia Komuniste, Socialiste, dhe në rrugtimin e saj ka drejtie shumë të mëdha, por ka funksionuar realisht me përgjegjësinë për të mbajtur shtetin.
Dhe kjo tregon që vetdia e të majtëve për shtetin ka qenë më e madhe në vendin tonë se pjesa e djathtë. Kurse pjesa e tjetër, mos harrojmë dhe u keni shumë dole ke jo tjetër, a ka të majtë djathtë Shqipërisë, po vazhdo si ndërprer. Po shumë mirë. Pjesa tjetër ka pjell pafund partiza. Dhe unë besoj kjo fuqi për të pjell vazhdimisht nuk vjen thjesht prej forcës së tyre, po vjen prej asaj dëshirës madhe të qytetarit shqiptar të ketë një alternativë. Unë personalisht jam shumë i dëshiruar të gjej rrënjët e të djathtë shqiptare, ndërsa të majtët kanë gjetur një pararendës të jashtëzakonshëm, që është Samir Frashëri, që është një figurë vërtet e mrekullueshme. Ka bërë projekte për Shqipërinë kur Shqipëria jo thjesht nuk ekzistonte, po akoma nuk mendoi nëse do ishte shtet ndonjëherë. Kurse djathta me Shqipëria s'ka qenë çështje do të jetë. Po, ai është traktati që e materializoi dhe këtu më solli edhe një ide tjetër që dua t'ju them. Por e djathta me vibrimet e shumta, me arrogancën që ju that një moment që Zoti Alizoti e teproi në këtë, sepse familja e tij vërtet që ka qasje pak jo të mirë me kolaboracionizëm, po ka pas personazhe. Jo ka pas qasje të mirë, po ka pas dhe personazhe, unë përgjithësim vjen keq sërgjyq që ka qenë me këtë. Domethënë edhe kjo që thush ne jemi familje patriote nacionaliste, kur ke qenë kolaboracionist, dhe më fal që po ju pres, unë kam për shembull, unë kam idhuj për iluminimin klerin katolik, Patër Anton Arapi që i ka shërbyer regjencës. Unë jam që ta diskutojmë në kontekstin e kohës dhe në kushtet e kohës, sa e ka mendu mirë. Por nuk mund të themi ne që janë disa gjëra që ne duhet dim të trajtojmë, që është temë tjetër dhe do t'i trajtojmë. Dhe doja të gjeja këtë pjesën e të djathtës dhe duke kaluar ke Partia Demokratike që ka marrë monopolin e të djathtës, në shumë momente shqiptarët akoma po besojnë që mund të ngrenë një forcë të djathtë. Por fatkeqësisht të dyja këto parti nuk duan ta luajnë sistemin që nga viti 2008. Dhe tashmë ka dalë një detyrë për gjithë qytetarët shqiptarë dhe unë besoj do e kërkoja miqësisht nga ju edhe në formë qytetare që ne duhet përpiqemi shumë që Shqipëria të ketë ligjin për referendumet. Pse? Në momentin që ne të dy votojmë, unë besoj ju e keni parë vetë që vota juaj, vota ime, me njerë shpërbëhet kur shkon në parlament, sepse njerëzit që ne votojmë janë thjesht dorë të Ramës dhe dorë të Berishës. Vota juaj, vota ime shpërbëhet kur shkon në parlament. Po, me njerë, ndërsa, nëpërmjet referendumit që është teorikisht është demokraci direkt përfaqësuese, ne të dy kemi mundësi që të ushtrojmë presion, por nëse keni parë, asnjë krah politik nuk e mbështet iniciativën e qytetarëve dhe shoqërisë civile që ky ligj kalojë në parlament dhe tashmë është imediate. Neve kemi mundësi nëpërmjet referendumit të fillojmë të ngrejmë vetdijen. Ne kemi mundësi nëpërmjet referendumit të evidentojmë dhe personazhe. Për shembull, ju që jeni personazh publik, mund të ngrini probleme shumë të mëdha, për shembull të trashëgimisë të Tiranës ose të ish trashëgimisë komuniste, ose të së kaluarës, që është një temë këtu edhe tabu, po që edhe përdorin keq. Dhe vetëm nëpërmjet të themi një sasie votash që mblidhen nga qytetarë që kanë një ide, neve mund të ushtrojmë presionin tonë. Dhe unë besoj që kjo është e ardhmja që edhe do e shëndoshi demokracinë shqiptare, po dhe do e konfigurojë ndryshe, pak nga pak. Sepse dhe Zoti Rama besoj do kuptoj që pushteti madh, ju e dini, është postulat që vjen nga demokracia angleze, pushtetit korrupton, pushteti madh të korrupton absolutisht. Absolutisht. Dhe kjo ka ndodhur në një farfeje, por problemi është që ju preket, unë du të prek shumë gjona herë tjetër më gjatë për shumë tema me ju. Ju folet për të djathtën që nuk e lejnë këto, por shkurtimisht për shkak të kohës dhe angazhimit që keni ju, a mendoni, Zoti Andoni, që duke pas parasysh djathtën se si është kriju në Europë që vendosjen në Francë, ato të djathtët do vendosin në krah djathtë që donin monarkinë dhe kishën në shtet. Dhe pastaj me revolucionin industrial në Angli,
Shqipëria nga një vend feudal, në monarki, në komunizëm, pastaj në këtë demokracinë tonë, a mendoni se ka pas terren për të ngritur të djathtën? Po. Dhe a nuk jemi një lloj, Keni drejt. Një lloj karnavalizmi kur themi të djathtën, Unë a them kemi shumë realisht të markat. djathtën si shtresë? Kemi sepse ne të dy nuk pretendojmë që të kemi një të djathtë siç është e djathta konservatore në Britani. Dhe për mua gjithmonë kanë gjallur hilaritet kur zoti Berisha thoshte konservator. Shkallë e madhe, konservator. Lajm, Më thënë konservator. gjithmonë zoti Berisha më ka spallur hilaritet kur thonte të djathtën. Po, edhe diçka, ne dim që konservator lindesh, nuk bëhesh, domethënë, dhe gjë që më ka bërë përshtypje në pjesën tonë të së djathtës është që ne duhet gjejmë rënjë, dhe ne kemi rënjë për shembull tek një pjesë e njerëzve të pasur, të cilët u munduan brenda kanoneve të tyre këtë lloj pasurie ta shkrinin me interesat e vendit, sepse familjet e mëdha, Vrionasit, Vërlaci, Libohovat dhe të tjerë, një pjesë të pasurive e kanë të themi pak problematike, po kjo do vështrim historik interesant në mënyrën se si erdhën nga perandoria osmane. Osmanëve si u pasuruan. Si u pasuruan, por Që ngjason pak a shumë me situatën mas 90-të si u pasuruan politikanët shqiptarë. Por një pjesë e tyre diti që këtë lloj pasurie ta shkrinte me interesat e vendit. Bravo, Beni. Dhe unë besoj që Lajm, pjesa e pronës ti mund të gjesh rënjë të së djathtës vendit, sepse dhe ata e kanë pasur prej kulturës fetare. Pse? Ti duke ditur si e ke marrë pasurinë, duke ditur se si kanë vepruar brezat e tu, ke një lloj humanizmi kristian, po humanizëm ndoshta edhe në besimin musliman, që për mua është një besim i mrekullueshëm në qoftë se zbatohet me kanonet e veta, dhe këtë e zbaton për kushtet e vendit tonë, ku fut brenda moralin e mirë, familjen e mirë, respektin për pronën, respektin për individin, nderimin për fen. Dhe unë besoj që këtu mund të filloj realisht ngritja e të djathtës shqiptare. Po këtu për shembull, unë e di që nga zoti Flamur Noga dhe tjerë kur i pyet për djathtën, kush është e djathta për ju, ta thonë, këtë e djathta është familje, është kjo. Ti si thua dot që ju keni miratuar lloj ligjesh në që me ligjin 7501, po, edhe që i kanë sakatuar pronën. Po, që me ligjet aty kanë qenë dhe socialistët, sepse është jo, po, Beni është proces verbali, ka insistu Berisha, Nano ka qenë që tipet to kanë përdorim, Berisha insistoi që ti jipet pronë. Po, që ta marrin si pronë. Po, çfarë doja të thoja që në qoftë se do jenë koshien një pjesë e tyre që nuk janë tamam djathtë dhe nuk është turp, për shembull, ne të dy mund të jemi edhe në Partinë Demokristane. Unë më tepër jam jo, po them një motiv. Por se kjo nuk mund na bëjë ne të dy që të bëhemi më katolik se papa. Ja. Dhe një pjesë e këtyre njerëzve të Partisë Demokratike sot bëjnë më konservator ose bëjnë kot më të djathtë se të djathtët e vërtet që janë shumë pak në vendin tonë. Ka bërë përshtypje diçka, ju e keni jetuar emigracionin, e jetoni emigracionin, dhe kam përshtypjen emigracioni është një shkollë e madhe dinjiteti për njeriu. E para përballesh me kultura shumë agresive, ku ti paraqit identitetin tënd dhe jeton në përballë një identiteteve shumë të konsoliduara. Po e dyta që është e rëndësishme është që ti mbjeton dhe tregon dhe vlerat e tua, megjithëse vjen nga i vendi vogël. Shumë është emigracioni, sidomos në Amerikë, që thatë ju nga shumë identitete, raca, kombësie njërin tjetrën, dhe ti duhet krijosh identitetin tat, dhe në këtë luftë ti del më i fortë. Del më i fortë dhe del ke ajo që ta krijon pastaj dhe sistemi shoqëria, që ti ke personalitet dhe integritetin tat si njeri. Don ti nuk ka rëndësi që çfarë punë bën, ku i je, ashtu, por ti ke se edhe shoqëria nuk të, kurse këtu ne përbuzim. Po është dhe diçka, zoti Demalia, që ju e thoni tashmë pak me pjesë emfatike këtë, por nga kjo luftë dinjiteti unë besoj jam i ndërgjegjshëm që vjen me shumë plagë, edhe ju besoj keni përjetuar shumë plagë. Padyshim. Po të kesh nga pikturat e rilindjes, njeriu duhet mendoj që
Krishti dhe tjerët nga luftrat tilla kanë ardhur të drobitur, dhe këtë nuk e kuptojnë djallëstët që nuk mund të pasurohesh siç janë pasuruar këta dhe në opozit. E keqja është kjo që thotë ju plagët se ju hapni shumë tema, e keqja është që pikërisht ato që erdhën dhe morën 90-ën demokracinë, ato nuk erdhën me plagë, po erdhën me grada nga komunizmi. Po. Dhe këtu fillon tragjedia dhe ja ku po përfundon. Por ajo që desha të pyes të fundit është keni përballë Ramën, ja, është kjo kamera atje. Çfarë do t'i thonit përballë për këtë mandat 4? Çfarë duhet bënte? Si duhet sillej? Çfarë duhet ndryshonte? Do doja t'i thoja zoti Rama, të lutem bëu pak më i përulur para shqiptarëve. E dyta, zoti Rama mendo për arsimin e shqiptarëve. Dhe e treta që do doja shumë të ndaja me ju ishte që zoti Rama investohu që të mbyllet problemi pronave në Shqipëri. Është problemi i cili ka marrë, nuk e di, në mos gaboj gati 9.000 jetë dhe vazhdon të marrë jetë. Në qoftë se këto do i mbyllte, në mendimin tim, megjithëse unë kam më shumë lidhje me kulturën dhe do doja t'i thosha shumë gjëra për kulturën, po zoti Rama s'do më pranonte këto sepse nga këto dyja unë do të shtoja edhe mjekësinë. Po, patjetër. Po atë qoftë ai, po e lëm kulturën se aty jemi bashkë dakord edhe jo se duhet lënë, por nëse ai do të bëj këto treja, një reformim të thellë, që të paktën kemi një standard me që duam të shkojmë në Europë, unë mendoj se ai do të ngelet në histori. Po, patjetër, po e doja të thoja diçka. Jam munduar të them, sidomos njerëzve të Partisë Demokratike, mos krijoni polarizimin sepse për çështje të vendit ton duhet një lloj solidariteti. Për shembull, për pjesën e taksimit, Partia Socialiste mban taksën progresive, Partia Demokratike mban taksën e sheshtë. Është e pamundur për një vend në zhvillim si ne të ndryshoj vazhdimisht regjimin e taksimit. Bota ekonomike ka logjik që ka dhe taksimet të ndërmjetme, dhe vendi jonë duhet të ketë një mirëkuptim të forcave politike, të ketë një taksim i cili njihet nga të dyja partitë. E para që të respektoj më shumë njeriun e varfër dhe ta frymëzoj biznesin, por jo ta teproj me përkrajën shumë të madhe që po jep një pjesë të vendit. Oligarkia financiare tash është në krizë dhe në perëndim edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo temë tjetër që do ta diskutojmë. Tani për ta mbyllur do të kisha dëshirë të rri sa më gjatë, po keni obligime të tjera. Desha t'ju them, ju të sekët më herët që nuk kemi përfaqësim parlament. Parlamenti deri më sot ka ardhur duke u bjerë si kualitete, si cilësi. A mendoni se parlamenti që do dalin nga këto zgjedhje do të jetë me nivele dhe më i dobët, me nivele më të ulta dhe më i dobët? Faleminderit se ma keni prekur një shqetësim që e them vazhdimisht, po do jetë më i dobët se legjislatura e parë, sepse mjafton të shikosh listat e mbyllura të Partisë Demokratike, pa ashtu edhe të Partisë Socialiste me njerëz pa identitet, pa renome kombëtare, pa përfaqësime publike. Për shembull, ju shumë mirë mund të zgjidhnit atje ku ishit në Amerikë të heshnit për shumë gjëra. Shumë herë nuk kam parë ju një zonë atëherë kur nuk duhet të ziheshe për çështje që ju shqetësojnë. Mund të kemi kjo dhe gabim? Patjetër. Dhe unë ju kam thënë që s'm ka pëlqyer kjo. Por një pjesë e tyre nuk rrezikojnë, ndoshta është fjalë e tepruar, po që të shfaqin mendimin e tyre. Dhe ku nuk e shfaqin mendimin e tyre, si do e përballin mendimin e Ramës. Sepse janë shoqëri oportuniste dhe elitë, se aty do të vim prapë Beni për ta mbyllur, elitë oportuniste dhe unë nuk di që elitat në botë të kenë me oportunitet karshi pushtetit për të përfituar quhen elita. Pra elitat kanë rol ndërgjegjësues dhe unë e kuptoj që edhe ato që janë parti politike do të veprojnë si më parë, por ajo që themi ne nuk kemi një tharm elite, për shembull siç janë në Amerikë shumë filozofë, njerëz të mendimit edhe parlament, edhe senatorë që dalin jashtë linjës dy partive.
Për shembull ke Sander, Sander, po. një njeri që është Sot e kam si shembull në një ose panel ke këtë televiziv. senatorin tjetër që foli 9 orë në parlament asa foli, nuk pushoi, domethënë që dalin jashtë skuadratit të partisë dhe që krijojnë një lloj ndërgjegje ke shoqëria. Vetëm do të them diçka sepse ju zakonisht ju tërheq shumë pjesa nga që flisni me zemër dhe shumë hapur dhe të riqeni nga gjërat diçka më pragmatiste, ju tërheq më shumë zemra se sa mendimi, se sa mendja disa. Po ndoshta pra ne kam qenë gjithmonë në trouble, si thonë në trouble, po. Në Zoti Demalia ka trecaqe në shoqëri ku duhet të evidentohesh pjesa e elitës. Unë mendoj që ne akoma nuk kemi elitë dhe më dhem, por është pjesa e parë, është stresa e poshtme, është stresa e informacionit, është stresa e dytë, është stresa e diturisë dhe është stresa e tretë e mençurisë. Shoqëritë kultivuara, për shembull si shoqëria amerikane, shkojnë deri tek pjesa e mençurisë me vështirësi, kurse janë disa shoqëri në Europë që rinë vazhdimisht në këtë nivel. Kurse ne më vjen keq ne jemi ke stresa e fundit, ke informacioni. Qofse keni parë në të gjitha debatet që bëhen këtu thonë, ky më tha këtë, ky bëri këtë, ky shkoi këtu. Ky është shqetësim, do doja të paktën të arrinim në stadin e dytë, në stadin e diturisë. Për shembull, më erdhi shumë mirë që ju në diskursin tuaj ose në këto minuta që ne folëm me njëri tjetrin, ju përdorni referenca kulturore. Unë nuk gjej referenca kulturore për shembull tek qoftë dhe ke politikanët, ose i përdorin me sforcim. Sepse nuk e din që nuk din dhe nuk është turp mos dish, po turp është mos dish që nuk e di. Dhe një pjesë e politikanëve tanë dhe aty që do përfaqësojnë parlamentin nuk e din që nuk din. Qartë. Kjo është një shkurtimisht beni se e bëm shkurtimisht dhe një mendim ose një mesazh për median, roli i medias dhe gjendja e medias sot. Mendoj që jemi në gjendjen më të vështirë të mundur. Uroj që të shkojmë drejt respektimit kanoneve bazë të gazetarisë dhe kam ëndër që media shqiptare t'i kthehet terrenit, t'i kthehet shqiptarit vërtet. Ne nuk dim si jeton shqiptari thjesht. Ne nuk dim se çfarë bëhet në Shqipëri. Ne dim vetëm çfarë bëjnë politikanët dhe ne dim vetëm lajmet skup. Pra Rama ka një të drejtë kur thot që s'po e përdor atë fjalë, po kur thot që ju thot shifni vetëm Shqipërinë e studiove dhe e Rognerit. Po, por ka një problem të madh këtu që Zoti Rama mund ta mbështesë nga ana e tij diversifikimin e medias. E para duke qenë shumë kritik ndaj një pjese të pronarëve të medias, dhe dyta duke dëgjuar median më shumë. Më vjen keq disa herë Zoti Rama, përveç disa konjunkturave që ka me individ, nuk e dëgjon median, e shpërfill median. Më soll edhe një herë prap, unë e disha që me ty biseda do të jenë maraton, po më soll edhe diçka që thot për median. Jam dakord plotësisht. Por nuk jam dakord qoftë gjithmonë ndodh kjo, po në 3 ditët e fundit ku Berisha dhe Rama shkuan në televizione të ndryshme, ke Topi, ke Klani, ke 24 News, ku e diun. Dhe mënyra si u sollëm në Ramën, unë nuk jam që ta marrin dhe ta ledhatojnë Ramën, absolutisht jo. Tunel him kur thënë Amerikan, ta gëzdojnë. Sepse për atë punë, ati, rrallë para ati do të kërkohet llogari për çka nuk shko mirë. Por mënyra e sjelljes që nuk e lenin të shprehej, nuk e lenin të marronte frazën, i ndërhynin her mas here, një lloj sjellje e pa hishme edhe për etikën e gazetarisë. Gjithë botën gazetarit të tunel, po të gëzdon, po problemi është të lënë t'jep dhe kohën që të flasësh. Sepse do marrësh avantazh që ta kapësh që të bija ai gabim. Dhe këtë nuk e bënin me Berishën dhe nuk e kanë bërë kjo histerike. Kjo është historike, se thash histerike. Shko goja për Berishës. Po. Dhe këtë nuk e bën me Berishën. Pra, unë jam dakord apo gjëra, por aman tash ti pretendon të vinte pushtet një njeri që ka krimen kurriz në mendimin tim, le ta japi verdiktin drejtësia, po ose në qeverisjen e tij janë bërë krime monstruoze. Përmendim këtu vetëm Gërdecin e 21 janarin e pa llogaritur që bëmë në 97-ën. Përse ky double standard i medias? Në momentin që po jetojmë, unë them që ka diçka.
ka filluar një lloj empatie keqardhje për zotin Berisha. Përse? Nuk e di se për shkak të moshës, për shkak të lapsuseve pa kuptim që bënte dhe për një lloj don kishotizmi në këtë kohë, që nuk e kuptojnë vetëm njerëzit e PD-s, ndërsa nëse keni parë me kujdes, një pjesë e madhe e publikut tashmë ka një lloj të themi jo indiferencë, por ka një lloj neverie. Gati neverie. Jo gati neveri, po e ndjem gati neveri, unë shoh njerëzit kur del në televizor në lokale, nuk e durojnë dot. Ata janë të ri dhe si nuk artikulojnë si mendimtar, si artikulojnë, kurse për ato vjen keq. U duket një person grotesk, një person i cili gjithsesi merr përsipër të laj, të themi, fytyrën e vet dhe gjërat që unë mendoj që është e tepruar, sepse të dy edhe zotit Rama, që duhet të bënte mea culpa për shumë gjëra, për mandatin e tij, zoti Berisha duhet bëj mea culpa morale për shumë gjëra, por këtë e bën vetëm një shpirt i lirë, njëri me mendim të lartë. Unë besoj që ky nuk është rasti i zotit Berisha, sepse ka shumë njerëz që besojnë për zotin Berisha dhe zotin Rama që janë mendimtar, që janë të përshtatshëm për pushtetin e kështu, por t'ju them diçka, zoti Demalia, siç ju keni nisur këtë mjedis modest që bëni këtë program, politikanët për të treguar veten në një moment caktuar tjetës, duhet lënë një traktat, duhet lënë një libër programor të shpjegojnë, unë e bëra këtë për këtë arsye, shkova këtu për këtë arsye. Më thoni ju, keni ndonjë libër të tillë nga zoti Berisha? Që a ka ai se çfarë të tregoj për zhvillimin shqiptar, s'ka njeri. Ti me atë libër i thua, po, ti nuk e bëre dot nga kjo deri këtu. Zoti Rama ka bërë një libër që e servilosin njerëzit që janë rreth tij, po nuk është libër programor që ti të shikosh si ai mendonte Shqipërinë, si ishte Shqipëria dhe si do donte ta bënte Shqipërinë, atë që pararendsi i të majtëve, shkëlqësia e tij, Sami Frashëri e bëri me shpirt, ai ishte më shumë i Turqisë se sa i Shqipërisë për atë kontribut që ka. Por rrënjët e shpirtit e treguan, la një testament të madh që ti gjithmonë e shikon dhe thua, po këta ishin vëllezërit të Frashëri. Dhe njerëz që kanë një kohë kaq gjatë politik dhe nuk lejnë një testament. Duhet të lësh diçka. Testamenti është gjithçka. Zoti Andoni, shumë faleminderit. Faleminderit ju. Sigurisht do të rrim prapë. Faleminderit që erdhe dhe do të diskutojmë tema që janë interesante për publikun, por edhe për të krijuar një lloj ndërgjegjësimi aq sa mundemi ne për shoqërinë dhe për veten, se duke diskutuar këto probleme edhe ne pohemi më të ndërgjegjshëm. Unë ju kërkoj ndjes për kohën që u mora, por do më Jo, kohën unë desha të flas më shumë për këti obligime, ne mund të rrim sa dush. Mirë. Ju faleminderit shumë. Faleminderit ju.